Në kuadër të 14 marsit, ditës botërore të veshkave, reparti hemodializës në Korçë ka ndërmarrë një fushat ndërgjegjësimi për banorët e qytetit. Gjatë gjithë ditës, stafi shëndetësor i kësaj qendre ka qenë prezent në zonën këmbësore të qytetit, duke ofruar konsulta falas për të gjithë kalimtarët e rastit. Fedora Fili, menaxhere i qendrës së hemodializës Korçë, u shpreh se qytetarët kanë shfaqur interes për të kryer konsulta falas. Po, qytetarët janë treguar shumë të gatshëm për të marrë informacion në lidhje me shëndetin e tyre, janë treguar shumë të gatshëm se si duhet ata të marrin sa më shumë informacion që të kujdesen për shëndetin e tyre, dhe kjo është një gjë e mirë dhe unë ju bëj thirrje gjithë qytetarëve që të kujdesen sa më shumë për shëndetin dhe të mundohen sa më shumë të bëjnë ekzaminimet e nevojshme për të parandaluar çdo sëmundje të mundshme. Bravo ju qoftë, të vazhdojnë kështu çdo herë, është në interes të mirëqenies së popullit, sidomos për ne moshën e tretë që jemi pensioniste. Bravo, bravo, ju falenderit nga zemra. Sepse thot kisha qikulje tensioni, është, edhe me që të ndodhesh këtu, thash tamat. Tensioni ishte i ulët, sheqeri ishte çik më i lartë. Kështu që më duhet vetë të mjeku. Gjithsej në të gjithë Shqipërinë janë 5 qendra hemodialize me një staf prej 130 mjekësh dhe infermier, të cilët ofrojnë shërbim për afro 450 pacient. Sëmundjet kronike të veshkave shkaktojnë të paktën 2.4 milion vdekje në vit në të gjithë botën dhe janë shkaktari 6 i vdekshmërisë.